thonë nëse e di cila është nata e Kadrit, çka më thonë, çka më lutja ka kërkuar duan, edhe kur e ka pyetur Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, ka thonë nëse e di cila është nata e Kadrit, çka më thonë, çka më lutja ka kërkuar, ja ka treguar duan preferuar të natës Kadrit, e cila pikërisht e ka për qëllim dhe pëjnën e ka të falja. Njëri ka shumë nevoja, ka shumë kërkesa, ka shumë gjëra që ka dëshirë me parashtru Allahut Azza wa Jall në një natë të tillë, sikurse është nata e Kadrit. Por ja ka përmbledh në një kërkesë të vetme. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, don faljen, me fal mua. Pastaj ka tregu për kohë dhe ka thonë, ka porosit kohë të saktuar gjatë Ramazanit që është mirë besimtari mos me i kalu pa bo lutje, pa bo istikfar. Kohën e syfyrit pranohet duaja. Pranohet istikfari dhe i ka lëvdu Allahu xhalla ata besimtarë që në kohën e syfyrit istakfirun, kërkojnë falje, kohën e iftarit me sezonet dhe ikametit, gjatë agjerimit, agjerusit duaja nuk i kthehet mbrapa. Këto tregojnë për vlerën e kërkimit të faljes në Ramazan dhe që profeti selam edhe ka praktiku, por edhe i ka nxit dhe na ka nxit edhe neve që me vepru dhe mos me harru.